O ju vëllezërit e mi, më së miri që e njihnin nefsin ishin pejgambert e Allahut alayhi salatu wassalam. Ja ku ishte Yunusi alayhi salatu wassalam. Mbeti në errësirën e natës, në errësirën e barkut të balenës, në errësirën e detit. Dhe në një moment ja shfaqi Allahu te bareke ve teala dobësinë dhe padrejtsinë e nefsit të tij, ka shi Zoti xhallahu ala. Dhe wallahi nuk mund ta një njeriu tauhidi dhe njëshmërinë e Allahu xhallahu ala pa njoh dobësinë dhe fukarallëkun e tij. Ai alayhi salatu wassalam kur mbetin ato tre errësira nuk tha ja Rabbi unë jam një pejgamber pe pejgamberëve të tu. Po ja Rabbi unë kam dhënë shumë për këtë din. Po Allahu nuk kam lënë xhami pe xhamive të tua e që nuk kam ndihmuar dhe nuk kam investuar për të. Ai radiallahu ta'ala ai alayhi salatu wassalam tha la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. S'ka kush që meriton të adhurohet pos teje o Allah. Me të vërtetë unë vetes time i kam bërë padrejtësi. Pra më së miri që e njihnin nefsin ishin pejgamberët e Allahut alayhi salatu wassalam, që vazhdimisht e ndjenin e veten e tyre se ata asnjëherë nuk mund t'i dalin hakut Allahu xhelle wa ala.